Përshëndetje nga Gjakova dhe do t'ju sjell një grup i cili do më rrëfej të gjitha këngët e vjetra gjakovare cilat i kanë rujt dhe i kanë trashëguar brez pras brezi, po do doja të më shpjegonin gjithë ata se si janë bërë bashkë edhe për të bërë dhe një prezantim të tyre, por edhe traditës për rujtjen e këngëve të vjetra të Gjakovës. A mundesh me më prezantu, me thënë prej ka vjen, si jeni bë bashkë? Po, unë le quam Bedër Shpëdrimja, jem udhëheqës i grupit bashkë me këtë shokin në Kiregjen, i qëti grupi emrin që si e kena marrë të grupit tonë, Masëndese ishë për para Ymëriza, ma vonë e kena marrë Hadi Bajrami, ishë udhëheqës i Ymërizës edhe udhëheqës i Joni. Sa kemi fillu. Sa vite keni që jeni bë bashkë si grup dhe sa veta jeni aktualisht? 8, për momentin jemi 8. Unë kisha dashur me të tregu se edhe kam grupin themelus të atij grupit. Në cilin vit ka qenë themelusi? Në 2001. Mirë, derisa të ma gjesh, po bëj një kalim të shokët. Po. Si të quajmë? Hazar Gashi, unë qumë. Du me të pyet pak edhe në gjatë kohës që nuk e luni muzikën. Ju jeni të aktivizuar punë të tjera, apo jo? Pra nuk është se jetoni me këtë. Jo, nuk jetoni veç me këtë muzikë. Na punojmë edhe punë fizike kështu. Punë të kraut, si themi ne? Po. Por ndërkohë nuk e keni lënë muzikën edhe nuk e keni lënë. Ja, këtë muzikë jetojna shumë. Basdite, kur bëni bashkë? Ja, në promë e bëmë bashkë. Ndarë. Po, ndarë. Po kaloj dhe të shoku. Hajtë, faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Femyrta, i Gjakovës, për ndryshë që jem bashku me këta burra, violinist jam, edhe bashkojmë mash edhe në prinë e mare gjithmonë. Jenë të shkëllqyshëm, e se edhe për para gjithmonë. Qa bën ditët tua normale, me se meresh? Unë e kam profesionin tjetër, amo se bepter me mi e kam muzikën në shpirt. Që kom po dhe për para dhe nuk e heq dorë. Ja, tash po vazhdoj me ta. Nuk e shni, shama po. Shumë mirë, muzika kjo është. Si të quajt? Hakiregja. Zohem. Unë po i më dash këngë të vjetra fort. Edhe ja kem nisë me të shëdrim në qëtë grupë, Hadi Bajrami që ja kemi marrë emrin. Ja kemi nisë edhe kemi vazhdu për Hadi Bajrami në kam mësu, për ati kemi marrë këngë të vjetra me Bedrushin. Si vendoset me i rujt këngë të Gjakovës, ato të vjetra? Po jam i vendosën shumë për këngë të vjetra që i ruim këngë të vjetra, se këngë të vjetra në këngë Gjakovës, na shumisa i dojnë këngë të Gjakovës. Bashk? Përshëndetje. Unë jam Fadil Podrimja, instrumentalist i Sharkis. Do më thonë, i bi Sharkis që si në moshën feminist, do më thonë 10-12 vjeç, edhe kemi fillu këtë muzikë, se unë e Bedrushin e kom vlla, kjo është për momentin udhëheqës i grupit me gjitha Kiregjen. Ju kemi bashkangjitur nga si femini, do më thonë e kemi pasën në zemër këtë muzikën e vjetër. Deshta me të pyet se rash në kontaktin tuaj kur pyeta se kush i ruan ato këngët e vjetra gjakovare të vërtetat, se disa këngë që ne i këndojmë janë me motive që i gjejmë dhe në Elbasan, edhe në Tiranë, po edhe në Shkodër. Ndërkohë që më thanë që këngët e Gjakovës, ato krejt vjetrat i keni rujt ju. Po, na i kemi rujt këto këngë që Bedrushi bile, po e kemi pas një mëngjes madhe, do më thonë si kanë hub do libra, do këngë, pro i kemi në kry në këto këngë të vjetra, prapë, do më thonë nuk e kemi hub. Unë të thash se pi feministja kemi njës të këngë tona i kemi në qizimin krejtë në kry. Di që se cili për jush ka një profesion gjatë ditës, dikush hidraulik, dikush ndërtim, diçka tjilë. Të tonë punojnë ka pak punë fizike, punë kështu, por për në mramja mbledhem shpesh, do më thonë sa herë mbledhem? Do më thonë mbledhem 2 herë në javë, ose 1 herë në javë, e përgatitim do programa, për shembull kem me bo një qizim, edhe i përgatitim do këngë për bojmë tash kështu, për bojmë kështu. Edhe vazhdoni runi këtë tradit prej 2000... Po, unë të thash, do më thonë... Edhe ma herë. Edhe ma herë, Bedrushi për 70 sa dhe Bedrushi? Për 78-ës kjo e ka fillu, unë të thash i ka dikunja 40 vjetë, 45 vjetë, dhe me thonë se e rujkit mësit. Prej 78-ës, nuk e heq dorë?
i gjen. Unë edhe më i ri kom qenë 7 vjeçor kur kom kap sharkikën mas parë në dorë. Edhe me bashkë makinë e kina nisë në fillim, po të e pa mungesën e disa kongëve të vjetra që neve në shpirt i kena pas gjithmonë ato kongë të vjetra i kena rujt. Edhe e kemi ditë që Hadi Barami e ka rujt kongën e vjetra dhe e konë udhëhes i grupit Ymëriza, i ka ditë kongë të vjetra. Atër na kemi shku bashkë makinë, kena marrë kongë prej aty, i na ka mësu neve, na ka fshi në grup neve, edhe prap i mirasat. Në grupin e vjetër të Ymërizës, deri në kohën kur kanë kalu ata. E shof historinë edhe të Gjakovës, edhe kur shof për Qarshin, është djeg disa herë, është mundu mu shkatru, kështu njëjtë edhe Harresa bën punën e vetë, ama ju e keni edhe në këngë, edhe në histori, edhe në rindërtim qytetit, gjithë shka jeni shumë të lidhur me këtë pjesë. Falënderoj Zotin e madh që na ka bëu kështu në këtë që e rujmë në këtë traditë edhe Gjakovara, dhe Gjakova si Gjakova, konë gjithmonë e kongës. Kështu që edhe na i mundohem me rujt ato, besojmë që na do të arrujmë dhe sa të mundë. Nashtë do të kene edhe pasarës tonë, që mund të njekin të, po është pak problem se... Pse, më të rego pak se... Po të regoj pak, se rinia tash jenë mashtru disa kongëve tjera që kongdore, pëthojnë tash, kështu që... Megjithatë në Gjakov, më ka bërë shumë përshtypje se vi shpesh edhe kur shkoj në për lokale, nuk dëgjohet muzika që dëgjohet as në Tiranë, as në Prishtinë, e ka rujt këtë pjesën e tradicionales dhe këngës mirë. Shumë e vërtetë, kemi rujt edhe do të më noma, prap me rujt, alo. Falënderoj Zotin e madh që na ka bashku Zoti edhe me krenarin, muzikologun, ai edhe Gjakovar ka qenë, edhe është interesu për ne, me na njoftë në këtë Kosovën, edhe është të bëhë shumë punë për ne, se me të thonë të drejtën nuk kena pas fort përkrahje në këtë drejtim, pse zdi qysh me thonë, po konga si kongë ka qenë shumë e vlefshme, shumë e madhe kur kanë pa, që kjo një sen i qëmushëm, një sen i vlefshëm, jenë mënu tash jemi bashku disa grupe. Tani do të ajap mikrofonat e do doja që të më këndoni një pjesë shkurtër, e di që si keni veglat, jo. Por një gjë të shkurtër do doja për gjithë ata shikuesit që në Shqipëri kanë me ju ndjek. Shumë bukur. Unë do t'ja them mas pari ish grupit të Ymërizës, vetëm një strof, edhe udhëheq që tonë të Hadi Barami që kemi emrin të atina. More e kom pas një jarana të vjetër, se ndali shoqi gjirë tjetër, me sharkije vla. Zemrën ma t'i shke flak, zemrën ma t'i shke flak. Me dy dhe tjera, mërë kërkull vjerë, si gjera tjera, ma shke me t'u në shkret, Mjektor s'ka kur shprek, mjeshtia jyt ka vdek. More unë këtë këngë, po ta qes Ymëriza, leta këndojnë, kërë shoqënia, malina me na hek, se pa ty jo kemet, se pa ty jo kemet. Kjo ishte konga e Ymërizës, cili ka pas grupi i vjetër Ymërizës. Faleminderit. Cili ka kënu Qamili vogël. Faleminderit që e runi traditën, e runi këngën.